Më ka dërguar njëri që kishte problem me gruaje. Që ki parfim të qenë, që kam sërpikun. Ta sa të mbesu gruja kur qisi janë konë gjami. Ti konë, ama si jetu galzu. E na për me sigurur, ati i adorojmë këtë problem. A ka dikush qenë që ka problem me gruja? Pra notën e 29 kejtë dhe të japi parfim. Notën e 29 inshallah, nesër, mas nesër, proma, namaz note, kejtëve burëve ka një parfim që mos dishojnë gratë që e në betë mos akon dikun. Ta sa pun me mbesu. Ti që si parfimi në gjamin s'ka shanza, i kon dikun edhe kur s'ki pas kësi shoj. Ndërsa grave inshallah notën e 29 dhe t'jadorojnë ka një shamin. Që mos t'i bojnë dalim, mos t'i privojnë. E dita një sjarim, na nuk i kina pas t'i imama, po nja kënoj i kënë qëtër i rezervë, po. Pak tjetësi, se ka dhe bëllak jemi, ju ma shumë punimi se unë. Unë e bolë zanin e laurë të kama, mo ju ma shumë punimi. Patrej keni hoqë sa mas imamit ashe preferuar me nejt ajtë cili din me zavendësu. E një hoqë dhe imam edhe e tërhejq këtë për mas. Për mes ati, e tërhejq shka u bo. Që të imi truni? A? Që të imi dhe? Bajraktare dine, ta? Bajraktare, më në i tregoj më rëdëgonit se kam pas një misafir një kinez, një hoq, e njoni mu avit vete, tha, pikash, tha shpikine, tha galzoj ati një mesele, tha shurna, mund me parukërthi, tha shmund, tha tregoj ati se ju kinez ini sikur kokrat e orizi, shumin, a më nash liftar jena fiferona. Pak jena më gjekë mi shumë. A pas imami qëndron ajë cili mund me zavendësu, e njoni kështë dit haber me zavendësu, edhe këti hoqës i kujtohet s'kish pas avdes e tërhej që ata me kajtur në kamodit. Shkon me avdes, kur e shef, ki porri kënë kam, që moti në kam, ki në kam. Shirë, edhe largon edhe vazhdojnë, thot, seve thot, ma së vazhdojnë në mod, që thot, po mbiketa, unë e bolë që ta ujta venin, e kështë kujtu se ka qitë përbara me arrit venin. Pra vlerë të ndërshëm, pse kena arë në kaqë kalaballëk notën e kadrit. Pse sot jemi këtu, ashtë mirë me ditë vlerë të ndërshëm. Se sonë të ndodhë diçka që nuk ndodhë gjatë tanë vitit. Ndodhia sotit është e veçantë. Për shkak se e para prej atinve që ndodhë sonte është që Allahu Azza wa Jall rishqirton caktimin e robëve të ti gjatë vitit që të thot Ibn Abbas. Thot pejgamberi Allah, se Allahu Azza wa Jall dërgon një melek që ja përcakton njeriut 4 çështjet kur është në embrion në barkun e nanës. Ja përcaktoj një riskun gjatë vitit, gjatë jetës dhe vetë, sa ka me furnizu Allah. Ja përcakton gjithashtu e gjelin se sa ka me jetu. Ja përcakton punën qëfar ka me punu. Dhe ja përcakton se ka me qenë nga të lumëturit apo ka me qenë nga të dëshpëruarit. Vetëm notën e kadrit, vetëm këtë natë kena mundësi në këto 4 çështje me ndryshu me caktimin Allah. Thotë Allahu Azza wa Jall fiha yufraqu kullu amrin hakim. Notën e kadrit çdo sen përcaktohet në mënyrë precizë. Rishqitohen 4 çështje. Notën e kadrit yamhu Allahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Notën e kadrit Allahu e shlien atë që e ka përcaktuar që nuk ta don nefsi jot,
nuk duhet me qenë ashtu, nuk i qefti me përjetu as natën e Kadrit dhe vëllezër të ndershëm. Allahu shlijen për ata të cilët janë të interesuar të shlijen këto 4 çështje e para për atyre ka mundësi natën e Kadrit me shtu njeriu rizkun, Allahu ja shton rizk. Natën e Kadrit ka mundësi njeriu ta shton jetën e vet. Allahu çon bereqet, vetëm se je në shtëpinë Allahu, vetëm se ti e ke përzgjedh që të zgjohesh natën ta kënaq Zotin tan, Allahu Azza wa Jall. Nëse ta ka taktu me jetu 60 vet, ka mundësi dhe 5 vet Allahu t'i shton për shkak natës së bereqetshme. Dhe Allahu Azza wa Jall natën e Kadrit gjithashtu vëllezër të ndershëm, Allahu Azza wa Jall përcakton punën, veprën që deri tash ki pas punë edhe për si vjet është planifiku që mos me pas punë. Ani se jenë parti, ani se ki jetë njosh. Me gjitha ta është para pa që mos me pas punë, mos me gjithë punë, me pas kërizë mirë, po për shkak kësaj natë të bereqetshme, Allahu Azza wa Jall t'i hap kanale dhe dirët e punës, t'i hap kanale dirët e ngritjes këtë natë. Dhe Allahu Azza wa Jall këtë natë për një motëmon të cakton të jetosh i lumtur apo të jetosh i dëshpëruar. Cili prej neve s'ka dëshirë që këto 4 çështje të ndryshon? Para të vëllezër të ndershëm, nga cila kategori ke dëshirë të ishe ti në të ardhmen, nuk e përcakton Zoti jot, po Allahu ta ka dhënë mundësinë që natën e Kadrit ta përcaktojsh ti. Krejt këto stacione, krejt këto ngjarje që do t'i përmendim shkurtimisht, ti e ai që vendos për armërin tonë. Që shkini qef me ju dalë shpirt, a let arzor. Që shkini qef me lekët me ju thirë kur të vene me morë shpirt. Me laqët o kolla me qetsu, apo kijet dëshirë që me lekët me trishtu. Që shkini qef, ti e për të të. Ka thonë pejgamberi Allah, ai që donë mu taku me Allahun dhe Allahu ka qef mu taku me ta. Ai që e ka mërzit të takohet me Zotin e vetë dhe Allahu mërzitet dhe nuk ka dëshirë të takohet me ta. Aisha tha, ja Rasulullah, mos është vdekje, kejt na nuk e na qef me dek. Ku s'ka për gjenë neve qef me dek? Askur. Ta jo, ku të bëhet muslimoni me vdek, ta bin me lekët e qetësojnë, me fytyra që ndriqojnë, me erë të këndshme dhe qetësojnë dhe përgëzojnë se Allahu është i kënaqur me ty. Allahu Azza wa Jall është razi. Allahu Azza wa Jall ka përgatit gosti për ti. Allahu Azza wa Jall të don. Allahu Azza wa Jall të ka zgjedh o filan, apo ki qef bu taku me Zotin që Allahu të saj di se të nderoj. S'ka musliman që përgëzohet me përgëzimin e melekëve në këtë çast e vetëm se e zgjedh me shku te Zoti vet. Allahu na bëj për atë. Para tha Enes ibn Malik, a që të regoj për dinat dhe didit që mban njerëzimi, bita, devi, nuk e kanë përjetu kur në jetën e vetë, si kur këto didit dhe këto dinet. Cilët janë këto didit? Dita e parë, dita e përgëzimit. Por vinë me lekët të përgëzojnë se Allahu Azza wa Jall është i kënaqur me ta. Nuk ka ditë më të gëzuar që ka përjetu ki njeri se kjo ditë Allahu na bën për atyre. Dhe dita ditë kur fluturojnë më to fletushkat nga qielli, si kur kjo që po fluturojnë lartë, a gjen lartë edhe që të le e prit kujnë e pi bendohë. Shallah s'na ben krije. Pra si le prej neve prit se do t'i jipet fletushkat në dorën e gjatë apo në dorën e majtë, edhe fletushkat ndalët në dorën e gjatë. Gëzohet pa mos edhe thot ha uqra'u kitabia. Jani, lexone librin që jam unë autori këti libri. Unë e kam shkru këtë libër jo me thonje vetëm, po unë e kam shkru këtë libër me vepra, me seriozitet, me sinceritet, me dashurin ndaj Zotit tim. Ha uqra'u kitabia. Jani lexoni se unë kam qeni bindur se kjo ditë ka me ardhur një ditë. E dinet
Thot nuk kanë përjetu krijesat, në bërë krijesat si këto dinet, Allahu në rujt për këtinu e dinet dhe në bojnë kollaj natën e varrit. Nota e varrit nuk kanë përjetu krijesat si kur janat, Allahu azza wa jall në bon flet dhe kollaj dhe në natën e varrit. Dhe nota e ditë, nota e ringjalljes, ku sot i frihet surit, për zditi ku t'i frihet dalin njerëzit bin nga toka si kur bin banishta. Kështu ka thonë pejgamberi Allah. Pra ti e që vendos, si ke dëshirë ti të kish qasët e fundit. Atë vejnë me leku i vdekës dhe thot, ja ejetuhan nefsu tajibe, o shpirt mirë, dil kollaj, dil se Allahu ashtë përmallu për ty. Apo t'ishe nga ato runa zët që me lekët se cilët vinë e trishtojnë ata, i mshojnë ata, e goditin ata, e friksojnë ata. Deri sa shpirtin ledhët nuk donë me dalë, atëre shkullin shpirtin nga të rupi ti dhe thot, ja ejetuhan nefsul khabitha. O ti shpirt keq, që i hangre begatit Allah, o krenove ti me begatit Allah, e harove zotin tanë, harove se ke mu taku një dit me zotin tanë, sot zoti jot me ti është i dhërua. Ik shpirti e rahin e këme kam gjikë me lekat, deri sa e shkullin shpirti, thot kur dale shpirti që vinoset me qefin që gjenemit, era e ndotur, deri sa e ndot era e keqe shpirtit keq edhe qelin e parë, ku me lekat në qelin e parë, thot, kush është ki shpirt keq që po na vjen? Çka është ka eron e keqe që po na vjen? Tha i filoni, biri filoni. Me emnat më të këqij që i ka urrejt e këtë dunjë. Atëherë Allahu ordnon që me mos të hapën dirë të qelit. La tufattahu lahum abwabu as-samaa wala yadkhuluna al-jannata hatta yalija al-jamalu fi sammi al-khiyat. Nuk i hapën dirë të qelë, hedhët prej qellit par drejt në varë. Dhe qatë momente e din se kam dhe. Dhe thot pejgamberi Allahut kur ta bartin gjenazën e mirë, në kararorin e njerëzve peqojnë të vorët, disa në shpirt mirë, thot, Kaddimuni, më qoni ma shpejt, du të përjetoj atë që jam përgëzu, du të shot atë që Allahu më ka gostit. Andërsa ai që e ka shpirtin e keq thot, ja wajlata ejnë të dhebune biha, o mjeri on, mosëm qoni, kom drejtoni. Ti e që vendos nga cilët ke dëshirë me qenë. E dojnë në varë, shpirt mirin vinë me lekët e zgjojnë dhe thojnë ullu, se ka ardhë qasti që Allahu azza wa jall të gostit. Flet varje para herë dhe thot, o ti shpirtë mirë që ke hecë në shpinën time ki qenë maj miri, maj dashurit e unë. Sot ka ardhë dita unë që të gostiti të nderoj, ke me pa qka ka me vepru me ty dhe shtrëngon këtë. Leo të ndeshëm thot pejgamberi Allah, shtrëngimi të varit nuk i ka shpëtu askush. Dhe tha pejgamberi Allah me i pa shpëtu, dikush i ki shpëtu Sa'd ibn Muadhi, për të cilin është dridhen arshi Allahut prej gëzimit, kur kanë dalë shpirti Sa'd ibn Muadhit, mirë po tha e ka shtrëngu e pastaj është zgjeru varë. E ka shtrëngu, ka thonë djetarët muslimanin e shtrëngon, si kur nana që e shtrëngon birin e vetë që se ka taku 20 vjetë, është përmallu për ta. Dhe kur takohet e shtrëngon sa nana birin e vetë e shtrëngon sa ka fuqi. Pastaj ta zgjeru deri sa t'i shohë sinur. Ndërsa nëse janë shpirt keq, ta thot varri, o ti shpirt keq që ke hec, ma i ndot, ma i urejtur ke qenë shpinën temë, me baston Allahu azza wa jall lejet kish na gëlltit i gjallë. Mirë po rahmeti Allahut e ka te i kalu i dhrimin, ka prit të pendohet, ka prit natët e kadrit t'i përjetosh, ka prit qastet e mira që t'i ka dhu që të regullon raportet me Zotin tanë. A nuk jetove 60 vjetë,
A nuk i mushe 40 vjetë? A nuk u mushe me menë se për çdo vetë drejtje duke shku zotit tanë? Ku i pikzohesh? Pikzohesh ditëve që ti hajnë muajt. Pikzohesh muajve që ti hajnë vitët. Pikzohesh viteve që të hajnë jetën. Drejt zotit tanë të gjithë jemi në udhtim. Ke pas shansë të pendohesh. Ke pas rast të pendohesh. Ke pas rast të regullojsh raportet me zotin tanë. Mirë, po nuk i regullove. Ta që shëfë që ka baj me ti edhe shtrëngon dheri sa briti i njoni me qëtë. E disa kje përjeton këto? Den ditën e kiametit nuk zgjerohet vorë. Dhe thot me Ameri Allahu shpirt mirin vinë me lekat me fitirat të kanshme dhe pysin ata dhe ullin. Por ta ullin këta, ki i duket se po përëndon dili, thot lemni se të mike i kindia, lemni namazli. Që e ka pa që i këndia, thot do t'a falsh, vetëm kemi vetëm 3 pyetje edhe do t'lirojmë. Kush janë zotë jëtë? Tha Allah. Kush janë pejgamberi jëtë? Tha Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Kush janë dini jëtë? Tha Islami. Nga i ditë të këto. Tha i mësova, i lexova dhe i praktikova. Atër njët një zonjë i larë prej që i e liqverë. Sadaka abdi, të vërtetën e ka thonë robi jem, zgjeron e varin e ti, ndriqon e varin e ti, shtrojat e pit të gjennetit, ndriqon e varin parfimosve, hap një dritarën që ta shef qka kam pregatit për ta. E ki thot, ja rab, o zoti madh, bane kiamet, shkoja një ti se të shofë së më maj sabër e gjithë. Tha kje me hi, a më banë sabër dhe fli dhe pusho si kur dhondrin para natë kur ka hi dhondër që ka kaluat në. Që nuk ka me zgju ata vetëm ma e dashur e ti. Ta për ta kje të vënjetë e varit kalon si kur që me qenë t'i qostë. Si në ndër. Ndërsa aj që Allahun e vetë se ka njoft. Aj që këto shonca, këto raste si ka shvizu. Ta vindi me lek që i grin dhe unë me thoj. Zonin e kanë si bubullin, shiqimin e kanë si vetin. E ullin këta e shkunin dhe i thoj. Cili a zoti jo? Kush a zoti jo? Thot, Për këta do të bidë? Në transmetim thot nuk e di. Kam dëgju i thojnë Allah. Kusha? S'ka ma berë me to. Nuk e di. Kusha pejgamberi jote? Kam dëgju se kanë thonë Muhammed, veç me vlut na e këta për me. S'kam bo sa berë kusha është aj, që ka bo pëse ka arë. Kuan feje jote? Cila feje jote? Kam dëgju se Islam, thot pejgamberi Allah, i mshohet me një të mshume, me një që kyç, me jam mshu kodrës më të madhen si për faqen e tokës e kishte bohi. Dhe Allahu Azza wa Jall që thot, këdhe dhe abdi, ka përgënjështru, as ka pas ko me mësu, as ka pas ko me praktiku. I lijet e koka ti një melek, shurë, me mec, i verbër, nuk flet me ta, nuk komunikon me ta, sa eri më shonë kokë e ban hi prap rikëthet, në dëshkimi ti dhe ditën e kiamet. Allahu në rujtë. Ndërsa këti i qilën një derë të mirit dhe i thot hini njeri i busqeshur i cili thot, apo mjetë? Thot si ftirë po më do këtë njofshme. Kujtohu dhe pa. Sa po më do këtë njofshme s'po të njof. Borës i shkallë pas ka dalë për jashtë, për ndalë qikë. Kënë të borë. Ha? Kënë të borë isha. Aja? Meleki thot, apo kujtohet përën? Unë jam Kur'ani jotë. Unë jam agjerimi jotë. Unë jam veprat e mira tu. Thot, Allah të koft, në ke shoqëruën neve shumë, nuk të lanë vetë tu.
Do të keme shësu den ditën e kiamet. Nga cilit ke dëshirë me qenë? Ditën e vetmis, ditën kur të braktis familja, dita kur malli jot, biznesi jot, nuk jeme ti më varë, ditën kur të braktisin të gjithë medaljet, të gjithë pozitat, ditën ku Allahu Azza wa Jall ban emër të rinjallën. Dali baravarit dhe njeriun e prit muslimanin njeri zbeur dhe i thojnë mirë se në ka ardhë. E di ku shanë ti i zbeur? Thot pejgamberi Allahu të këja është Kur'ani që e kalon këta pa gjumë gjatë natës duke bëhatën. Allahu në mundsoft të keni ka një mik në ditën e kiametit kur i ngjallë për sot që e bëjmë hatme dhe duan e hatmës në Kur'an me leximin e komplet të Kur'ani Kerimit në namaz natën. Enes ibn Malik thonte kjo është çasta që pranohet doja. Allahu na bën për atë. Allahu na i pranon doja. Pra Allahu të ndershëm thot unë jam ai që të kam lënë pa gjumë, unë jam që ta kam thënë gjuhën, unë jam dhe unë jam. Dërsa në ditën e kiametit njeriu rinjallët siç thot pejgamberi Allahu Azza wa Jall jo i besimtari, rinjallët në ditën e kiametit a'ma, i verbër. Dhe thot, o Zot i madh, pse na rinjallët të verbër? Tha, ndase i ke qenë i verbër ndaj dinit tënë. Pa ka kuntu besira, kam pa mirë, pse tash s'po shoh? Për shkak se se ke po atë që është e dobishme për ti, për shkak se i verbëru për ata që është e dobishme për ti, për shkak se sa notat të kadrit kanë kalu ti si ki po, sa Ramazane kanë kalu si taku me to, sa e zone janë thirë ti ki qenë shurë ndaj atinve, sa ftesa ti kanë bo me gjithata ti si përgjigj, sot ne do të harrojmë si kur ti në dunja që në harrove. Allahu mos në bo pe atinve që në harrojnë. Pra vëllezër të ndershëm, besimtarët ulen nën koltuke duke ngron gostin e Allahut Azza wa Jall dhe duke pim bazentin e pejgamberit Allahut, ndërsa të tjerë qëndrojnë diell 50.000 vjet në kam të zhitur në gjerë. Kush janë ato që e përcaktojnë këtë ditë se si do ai me energji mu gostit prej anës Allahut Azza wa Jall apo me nejtë në vahë, tijaj, thot i bën Kaimi, ai që nuk qëndron Allahu në kam këtë dunjo, ka me qëndru 50.000 vjetë në këtë. A përshen në sa kush janë hu? Thot Allahun kër e arrun, i banëm ato që ta harrojnë vetën e tyre. Ka thonë komentatorë, si harron njëri vetën? Harron me pënu për vetën e vetë. Harron me pënu për armërin e vetë. Harron me pënu për xhennetin e vetë. Harron me pënu për peshonën e vetë. Harron me pënu aj për ditën e vetëmis, për varrin e vetë. Pra vëllezër të ndershëm, dhe kia është aj që gostitet në xhennet, edhe qeftë përfundojnë në xhenem, edhe Allahu Azza wa Jall atëre i tharet dhe thirrja e fundit e Allahut Azza wa Jall dhe thot, o banorët e xhennetit, i zgjasin kokën. O banorët e xhennetit, a pe njihni që këta? Tha i njohim. Paraqitet vdekja në formë të një dashi. Vdekjen që ata kanë pa, kanë përjetu. A pe njihni që këta? O banorët e zjarrit, a pe njihni këtë? Në formë dashit vdek, dhe e therë Allahu Azza wa Jall vdekën, thot s'ka më vdekë. Gëzohen që në të litë pa mos, dëshpërohen që në më litë pa mos. Nga cilë do me qenë ti për cakton sonë. Sot Allahu Azza wa Jall fletën e parë me ka dhonë. Dhe thot Allahu Azza wa Jall notën e 4 çkeruni çka doni. Paraqitni kërkesat e juve çka doni, se unë jam gjendje dhe kaderin tim, caktimin tim me janë ndryshu për ju. Pra të thape jamere Allah, kejti në gjennet dhe të ma të gjysdoj. Kush janë të gjysdoj? Ato që nuk i përgjigjen Allah dhe pejgamberit Allah. Në boft Allah për e tinë që i përgjigjime. Ardhe e juve në gjami me këtë numër të madhë nën kupton se kemi të shirë me një gjennet. Allahu në boft kejve për i banorve gjennetit. Mirë po ne, nëse Allahu a i dhnu me neve, na kena mundësi son të inshallah të shujnë i dhërimin Allah. A jeni dakord me shujt i dhërimin Allah? Nëse Allahu a i dhnu me ti, dhe ti me shujt i dhërimin Allah.
Ka thonë pejgamberi Allahut, sadakaja lëmosha e shuan hidhrimin Allah. E ne kena vendosë që çdo Ramazan, që çdo not katërt më lejrni. Do thonë nga ju, si cili sa ka mundësi me kontribuën që më shtrujt ati si kur 1000 muaj ka dhonë sadaka. Këtë sadaka e përcaktojmë ne për xhamin, për minvajgjën xhamis, që të jeni se pa çdo aktivitet, çdo namaz, që i bëhen këtë vend, inshallah ju jeni pjesëmarrë. Mos u tërpro me pak. Po nëse s'kije, s'ka problem. Bane një jetë me dhonë, edhe banë shumë një jeta. Ku ta jepsh 1 dinar, bane një jetë. Për prindet tu, të vdek që janë, edhe të gjallë që janë, për shoqën tonë, të Allahu ta marsoje pak, edhe ajo për tije, të marsoje tije, qtije pak në shpise me të udhve, pra si të le e banë një jetë që e ka të lashën e vetë, nga se sadakaja nëse e shuan hidhrimin Allah, s'ka dyshim se sadakaja gjithashtu e shuan problemin e dunjos. Nuk ka send me e mirë se sadakaja. Shëki e problem. Jep sadakaja. Unë e kam histori të madhe për të shki, që më pysin, ama unë me si të një kam përjetu shumë. Njani të banëm analizët e idol kancer. Ta korrigjojmë edhe nërë më kësë këna gabu edhe më theri, hoxha Fenit, ta ki e mundësi dikun, ka mundësi, që s'kena mundësi. Ka morë dhe nevojtar kemi. Edhe ki i dhanja 300 euro më kujtohet tash, kur i boni mas njove analiza s'kishte kancer. Ka në mesin tonë musliman të cilët e kanë shu hidhrimin Allah, po e kanë shu edhe smunjen edhe problemin Allah ja ka zgjidh me sadaka. Sadakaja është mrekulli, e me dhonë shpjen Allah azza wa jall është edhe ma mrekulli. Pra ju të kënaqët edhe na të kënaqët. Për shkak se një mot e majnë xhamien me sadakan të uaj. Kjo është sadakaja bereqetshme. Allahu ka pas mundësim ma që mu e 1 milioner dhe me thonë, ej, mos lip be mo. Ama Allahu ka dash që kejt me mërë pjesë në seva. Edhe une këta ma shumë e palqenjë se me marrë 1 milioner. Se i njoftë edhe milionerë, ama s'kan arë, s'kan gabu dhe në arë të une. Tamam? Se na dhe atin me nuk jetojmë jo, me të mos gojë këtan elbet. Para ta ne kena thonë fetfa se zeqati banë më dhonë xhami. Bile unë e thash, edhe pe thamë, edhe pe përsërit, edhe do të përsërit. Ma e nevojshme se xhamia, objektet e xhamis s'ka sot. S'ka kush që i mirë mba. S'ka kush që i mirë mba. Ma jetime se xhamia sot, s'ka. Pejgamberi Allah ka thonë, unë dhe kujdestari jetimit xhenet kojshi. A ke dëshirë me kënd kojshi pejgamberi Allah. Kujdeso për shtëpit Allah. Po thamë për xhamien teme, për gjithë xhami kujdes. Se ato kanë me paguajtë të rinj, kanë me pastruën, kanë me mirëmbajtje, ka shumë elemente që ato që janë mrena i din dhe ato që i kujdesen për to e din. E ne lutim Allahun azza wa jall që një çka e jepni Allahu t'ja shumë fishohe me shumë, me 10 e ka garantuar. Me 10 nuk diskutohet. Po 700 edhe 7000. Derisa më tha njoni, kur kam kontribu për që këtë xhami, tha ati që kam kontribu, ta vendosat biznis me Allahun, dëbaj mo. Allahu ma ka shtu qëtë shumë pasurin në firmë që su mërë s'ke hiq, vendosat që të fitoj sot kej kam i thonë për Allah. A ti so ka fitu për një ditë, a ti që si s'ke firma. A ti që si s'ke firma, mboni telefon, tha, a ke mundësi rinin me quen numërët. So veta tha që ka që kam fitu e kam vendos kejt mi dhonë për të rritë me shku me pa qabër. E unë i qova 36. E inshallah dele edhe denja që shtu. Edhe ne ja dashurojmë njerëzve shtëpinë Allah. Allahu na i boft nasib kejt me pa qabër. Allahu na i mundsof me vizitu këtë vend të shenjë. Lutim Allahun azza wa jall që Allahu azza wa jall t'i pranon veprën. في منشد هنا جابوا لي اخوه طيب e pas minjonin me zët bukur së më ka kujtu edhe unë e po do zët panë mazanin e bukur e këshna knush tash një laj a më të nasilisht në rënë këti tjerë për këtë arsi e vledhë të ndërshëm gjithashtu para se këto të lëvizin ne sonë të kena si firë mosu se klitavën kini me hongër si edhe ka si firë të majtë mjaftush. Do me thonë që gjiza jesi pas i firë, gjiza ha.
Dhe më ka të regu një plak për Allah më shirov, tha ishmi në haqë dhe për këta përfundoj 79 në përherë. Ata e përparë të kërkumë gjithë dhe ki hoxha për thot, të lom pak për shtipje në shqiptar t'i kalzojmë se më kena marifet, të ranit mu stroj, ju e dini stroj. Të rritë shkolla, ta që përshkojnë se din stroj, bile më ka një letër, ankesën një profesoreshës, tha hoxha veni pash Allah unë a ke mundësi një këshilë për indë dhe që përna i qojnë një fëmit në shkollë, sikur në vinë me orë në diskotekë. Asë respekt profesorëve, asë respekt arsimtarëve, kejtë për mi bonka, kejtë jash orës, edhe ato nuset e reja që përshkojnë në për shkolla, e shmikatme, e lime, e nëgjime, thua se këto janë të e përcelë sonë. Shire mara që janë të shku? Ato më profesorët janë në halë, e në veçanti me këtë sistemin e rritë tash, zgudzon me ngej, zgudzon me re, zgudzon me nënqnu, zgudzon me ofendu, a i për një kryje. Edukat zero. Për këtë arcije fëmi, nëzansit, studentat, nëse dojnë armëri, duen të jenë të disiplinua. Nëse ata nuk e morin vesh, masi neve aloqat që në kanë shtrëngu pejt, këshire jepet një formalitet të shpija ti. E jo me shkua gjepë se ma ke rep i gjallë. O, kur se ka rejnë që veshin pak e me, jo, ku që e kështë ronë? Ku që e dhe një atia, ku dhënë edhe e bëhet barë. Për këtë arsia tha, na po dhëta i ogjë disciplinum stroj të arrini kejtë të rëzoj, se në aeroplanin e të shku. Ka vënë për kejtë, kada ka dalë. Tha, unë tha me bonë që Allah ka ma ti trak e pritisata një unë. Ej, ka, mësë më dire për bara. Rëngë edhe një e pritisata, morëm ti, thot, veç për gjinës kishtë aeroplani vend. Si të kemi shleu, tha. Për para sa kone aeroplan që 10 kilometra, plunë, tabanën, a i hoxha nga i ke mas neve me nëzën të kjo, o Allah ju marroft, o Allah ju marroft juve. A që si hoxha me keni krita, kur më rinë, tha ati të shkallë, ta unë i fort, ta shtë ngoa, ato shtiu, tha ma qitën vetu, ta më banën kejtë gjatë, atë kishtë e karika për kejtë, kur unë më të vishë dhe haqmi, të në Turki, ta të dhe hatë në aeroplan. Për ata më letë të ndërshëm edhe ka si firë për kejtë. Tamam? Dhe për jamere Allah të ka thonë ushtimi njonit mi aftër për dit, ushtimi për dit mi aftër për katë. Na i kena 2.000 si firë. Dhe për përsi kanë që ka gjithëshim se misafirë. Ne do t'i shpërndajmë si firin, inshallah na i bimë të komandosat para vitin, para duajës. Tamam? A më mësi mojtë në menti të si firin, a thu shkapat. Se na jo në që na intereson, a më kena qef me ditë. Për këtë rësnikit një mësi mojtë menë, se une a po do me të kalë dushën ko. Surprise, bello. Ndërsa uj kemi jash. Ato që kanë dëshime mërë uj, ka për kejtë. Ati kena për popullat me të. Për kejtë komanovë. Mos u godë, merë. E nëse jesin, po si jesit të duke, ka një e me një njerë. E nëse jesit, pasaj ka të duke. Ska problem se kejtë i kena përmi shpërnda me ato një unë. Edhe mos harroni një sen monën menë si firë. Mos harroni me monën menë, që këta mojë menë bandobi ta njëtën. E di të lënë. Në si firë kur të hashtë ha për një ditë se kemi agjeru. Jo 30 ditë s'ki jemi agjeru. Që shku me njoni me ongër si firë, ta shku do më shka kejtë të qiple. Bojë ka një qiple. Po që tha si firë, po të si firë të? Si firë ashtë ushqimi bereqeqë. Thash një ditë pe kena me agjeru, jo 30 ditë. Na apet nëse po ma omë si firë. Mos arrose, na e kena vishë për një ditë. Ama dhe pse ka të mjaftushëm i shalë. Allah ishë problem dhe këta do të ndëgjojmë me një ilahi, kivlavi, ta shemi qëfar zoni kanë, qëfar talenti kanë,
Kana me ka poq këtu si afës, po do i ka me më korkoru muhe. Bile kana kupton si arab, kështu kana bon? A mo hajri inshallah, ta shohmi, arabisht, anglisht, turqisht, qish non nuk e di vëllë. Një pramalije kënë. Atare po do ka me kënu mirë. Muhammedin mekalim din, popullin islamë bildim, pridin kimi aty filloj, të rajetën ja kushtoj, pridin kimi aty filloj, të rajetën ja kushtoj, Bejtullah hajde të shkoj, Qabën e ta vizitoj, I uruar është ajven, Allahun duke për me, I uruar është ajven, Allahun duke për me. Medinën ta vizitoj, Muhammedi ku jetoj, Qasho vendin jet ku ndroj, Një fatihat i këndoj, Qasho vendin jet ku ndroj, Një fatihat ja këndoj, Bejtullah hajde të shkoj, Qabën e ta vizitoj, I uruar është ajven, Allahun duke për me, I uruar është ajven, Allahun duke për me. Flijoj kurban për Allah, Në Arafat e bëj duan, Safa merve të vrapoj, Uj zemzem të shijoj, Safa merve të vrapoj, Uj zemzem të shijoj, Bejtullah hajde të shkoj, Qabën e ta vizitoj, I uruar është ajven, Allahun duke për me, I uruar është ajven, Allahun duke për me. Edhe këtë vitu sun shkova, Për të tjerët I përcova, O haqim qani selam, Se për Qabën zemrën qan, O haqim qani selam, Se për Qabën zemrën qan, Bejtullah hajde të shkoj, Qabën e ta vizitoj, I uruar është ajven, Allahun duke për me, I uruar është ajven, Allahun duke për me.
i vëllau, bema të regroj një Audi Shkupit SK 0730 BS. Audi ma vetë e ka zonë rrugën, urgjent me lërgu. Kimu me këtë ilahi ma kujtoj qabën, Allah në mundësovë të shkëm qabën. Në natën e 29 do që adhërojmë njonit një umrë. Vini e registroni e emrin ati. Si cëllë i kur hi, natën e 29 dhe registroni emrin, do ta zgjedh me emrin kështu. Tak, kush e ka rres, shkojnë. A jeni dakord? A nëse del dikush dhe ma dhuron dhe një umrë, do të i bëjmë dy. Nja e kemi i mu. Allah e shpërblet. Allah e ndërët.